teleshikues të dashur vëllezër dhe motra më Krishtin, ja ku jemi së bashku në emisionin e përjavshëm Besimi krishter ortodoks. Krishti u ngjall. Të gjithë ne krishterë ortodoks për 40 ditë të përshëndetemi me përshëndetjen paskale Krishti u ngjall dhe përgjigjemi vërtet u ngjall sepse neve përjetojmë gjalljen e Krishtit, i cili mbasi u ngjall për së vdekush për 40 ditë, ai u shfaq her pas here tek apostujt e dishepujt për t'i përforcuar për misterin e madh të ngjalljes. Dhe në të dielën e dytë mbas Pashkës, ne krishterë ortodoks kujtojmë të tjerë personazhe të cilët ishin dëshmimtar okular të ngjalljes së Krishtit. Dhe më konkretisht e diela e dytë mbas Pashkës i kushtohet grave miraprurse, të cilat janë Shën Maria Madalena, Shën Maria e Kleopës, Shën Joana, Shën Marta, Shën Maria motra e Lazarit, Shën Soloma bija e Josifit, Shën Suzana. Të gjitha këto janë grupi i grave miraprurse të cilat me guximin e tyre herët në mëngjes shkuan tek varri i Krishtit dhe u shpërblye guximi i tyre sepse qenë të parat që morën nga angjëjt lajmin e ngjalljes së Krishtit, pan varrin bosh, madje ato u takuan dhe me Krishtin i cili i bekoi dhe i çoi për të lajmëruar apostujt, burrat, të cilët ishin të friksuar dhe ishin të mbyllur në një dhomë dhe prisin me ankth. Por gratë miraprurse i lajmëruan apostujt dhe apostujt nuk i besuan. Prandaj edhe Krishti kur shfaq i gjallë tek apostujt në të dielën në mbrëmje i qortoi për mosbesimin e tyre në lajmin që dhan gratë miraprurse. Por sot do të flasim për një ndër gratë miraprurse, ajo që është, si them, e para ndër të grup të grave miraprurse, për Shën Marian Madalena, të cilët Kisha ortodokse nuk u kujton vetëm në të dielën e dytë mbas Pashkës, por e kujton edhe në datën 22 korrik, dhe Shën Maria Madalena ishte, si thash, pjesëtare e nderuar e grave galilease që shkonin pas Zotit hap pas hapi në udhtimin e tij deri në Jeruzalem dhe e ndihmonin me çfarë ato kishin me shërbesën e tyre, me të ardhurat e tyre. Pra ndihmonin Krishtin në misionin e tij hynor bashkë me apostujt. Maria e quhej Madalen sepse ishte me origjinë nga Magdala, një qytet që ndodhet në jug të Galiles. Shumë biograf e paraqesin Maria Magdalenën si një grua mëkatare, si një prostitut, por mund të themi se kjo është shumë e gabuar sepse nuk kemi asnjë fakt në Ungjit, por edhe në traditën e Kishës që Maria Madalena të ketë qenë një grua mëkatare ose një ndër prostitutat që vajti te këmbët e Krishtit. Por në Ungjit na thuhet se ajo që e pushtuar nga demon dhe Krishti e liroi nga 7 demon të cilët kontrollonin Maria Madalenën dhe kur ajo u shlirua nga ndikimi demonjak, në mirënjohje të saj u bë një dishepulle e Krishtit dhe ajo përkushtua shërbimit të Krishtit bashkë me gratë e tjera me në krye të shenjtë Vergjëreshën Mari që shkonin mbas Isuit në misionin e tij apostolik bashkë me apostujt. Gjatë pësimeve të Krishtit, ajo ka qenë në Jeruzalem dhe ka ndjekur Zotin ton Jezu Krisht këmba këmbës deri në Golgotha, duke vuajtur bashkë me gratë e Galiles dhe me nënën e Isuit poshtë kryqit të Krishtit. Madje ishte ajo që bashkë me gratë e tjera goditën krahërojnë në shenjë zije për kryqëzimin e padrejtë që u bë Isu Krishtit. Por ajo bashkë me gratë miraprurse ishte ndër të parat që dha lajmin e ngjalljes, madje ishte e para sepse ajo pasi pa gurin e rrokullisur nga dera e varrit ku ishte varrosur Krishti, shkoi me vrap tek apostull Petro dhe Johani dhe ju thot këto fjalë: e kanë marrë Jesuin nga varri dhe nuk din ku e kanë vënë. Aq e thellë ishte hidhërimi i saj për vdekjen e mësuesit, sa ajo nuk u largua nga varri, po qëndroi edhe mbasi apostull Petro dhe Johani pan që varri ishte bosh. Dhe nga malli për trupin e mësuesit, ajo futi përsëri kokën brenda në varr për të parë ishte apo jo trupi i mësuesit. Por ajo aty pa 2 angjëj të veshur me rroba të bardha që qëndronin në këmbë, njëri tek koka dhe këmbët ku ishte shtrirë trupi i Isuit, pra në vendin e varrit ku ishte trupi i Isuit. Ata i thanë: o grua, pse qanë?
Maria u përgjigj, sepse kanë marrë Zotin tim dhe nuk dinë se ku e kanë vënë. Pra, akoma Maria Magdalena mendonte si një grua, si një njeri, se mund ta kishin vjedhur trupin e Jezuit, prandaj trupi i tij nuk gjendej në varr dhe varri ishte bosh. Dhe tek po thoshte këto ndjeu se dikush ishte pasaj. U kthye dhe sheh një njeri, po nuk e njohu se kush ishte. Ishte vet Jesui, i cili i tha: "O grua, pse qan? Cilin kërkon?" Ajo, duke kujtuar mos ishte pronari i kopshtit, ku ndodhi dhe varri, dhe mos dinte se kush e kishte marrë trupin e Jezuit, tha: "Zotëri, nëse ke marrë ti trupin, më thuaj ku e ke vënë që ta marr vetë." Dhe Jezusi atëherë ju zbulua asaj dhe me zërin e tij të zakonshëm dhe të ëmbël ju drejtua Maria Magdalenës duke i thirrur në emër: "Mari." Ajo me njerë e njohu dhe ju përgjigj me ndëgjim e gëzim: "Ravuni", do me thënë mësues. Dhe kërkonte ta prekte Jezuin e ngjallur, por Jesui nuk e lejoi, duke thënë: "Mos më prek." Maria Magdalena e kishte njohur Jezuin vetëm në anën njerëzore. Pra, për Maria Magdalena Jesui ishte vërtet një njeri i Perëndis, ishte një profet, ishte një njeri i shenjtë, por ajo akoma nuk arrinte do ta kuptonte, as dhe apostujt, edhe pse Krishti e kishte thënë që unë jam biri i Perëndis, jam i barabartë me Perëndin, me unë dhe Ati jemi një, edhe pse mrekullitë që kishte bërë Krishti janë mrekullitë që i bënte dhe i bën vetëm Perëndia, prap ajo nuk arrinte do të kuptonte kush ishte Jesui, një person me dy natyra, hyjnore dhe njerëzore, biri i Perëndis dhe biri i njeriut. Kështu që ajo mendonte se Jezu Krishti thjesht është një njeri dhe asnjëherë nuk arriti do ta kuptonte nga logjika e saj se ai është vetë biri dhe fjala e Perëndis, Perëndia njeri. Por Zoti i tha: "Mos më prek." Pra, mos më prek dhe mos mendo se unë jam thjesht një njeri me mish. Ndryshe nga ç'bëri me Thomajin, që për shkak të pabesisë së Thomajit, Zoti e lejoi dorën e Thomajit të preki trupin e tij, pra shenjën e brinjës së tij të plagosur dhe vendi ku u gozhduan duart, por për Maria Magdalena tha: "Mos më prek, sepse unë nuk jam ngjitur akoma tek Ati im." Dhe thuaj vëllezërit mi, po shkoj tek Ati im, tek Ati juaj, tek Perëndia im, tek Perëndia juaj. Pra Krishti tani flet në dy forma, edhe hyjnore edhe njerëzore. Por Zoti Jezu Krisht kërkon t'i thoshte Maria Magdalenës se unë kur shkoj tek Ati do t'ju dërgoj Shpirtin e Shenjtë, i cili do dërgohet tek juve nëpërmjet meje, dhe patjetër ai do t'u zbuloj juve gjithë misterin e personit tim, kush jam unë me të vërtetë. Dhe me anë të Shpirtit Shenjtë, Jezu Krishti do të jetë shumë afër me apostujt, me dishepujt, me Maria Magdalenën, me të gjithë besimtarët dhe besimtarët, më afër kur ai ishte në formën njerëzore, sepse vetë Zoti Jezu Krisht do banonte tek zemrat e tyre, në shpirtrat dhe trupat e tyre me anë të Shpirtit të Shenjtë. Zoti u ngjall me trupin e lavdëruar dhe të hyjnizuar. Pra, do të dimë se Krishti mbas ngjalljes kishte pa atë trup që vuajti në kryq, por tashmë ky trup ishte i hyjnizuar, i lavdëruar, që do të thotë ai ishte përtej gjithë pengesave, por dhe përtej vdekjes, ishte i përjetshëm, i pavdekshëm dhe i lavdëruar, pra nuk ishte asnjë kufiz fizike dhe nevojë që ka trupi ynë toksor. Pra, Krishti e hyjnizoi natyrën tonë njerëzore në veten e tij. Dhe çfarë ndodh tashti? Si e prekim ne Jezu Krishtin? Jezu Krishtin nuk e prekim më në formë njerëzore ashtu siç ai u shfaqe kur erdhi në popullin e Izraelit. Por tashmë Jezu Krishtin e prekim në misteret e kishës. Dhe misteri ku ne prekemi dhe e prekim Krishtin është falënderimi hyjnor, ku neve marrim trupin dhe gjakun e Krishtit. Dhe Krishti vjen tek ne dhe ne bashkohemi me Krishtin dhe bëhemi një mish, bëhemi një gjak, bëhemi Krishtër, bëhemi bij të adaptuar të Atit. Prandaj dhe Zoti Jezu Krisht i tha Shën Maria Magdalene: "Mos më prek, sepse do ndryshoj tashmë relacioni që keni me mua."
Pra, ju nuk do më shikoni më thjesht si njeri, po unë jam perëndi njeri dhe do të më shikoni dhe do të më prekni nëpërmjet mistereve të kishës katolike apostolike. Pas britjes së Shpirtit Shenjtë në ditën e Pentekostis dhe themelimit të kishës në Jeruzalem, Shën Maria Madalena ishte bashkë me apostujt dhe dishepujt dhe ajo mori Shpirtin e Shenjtë dhe qëndroi për të përhapur ungjillin. Qëndroi bashkë me të shenjtën Vigjereshën Mari, bashkë me atë në përkujdesjen e asaj, por mbas vjetës së Vigjereshës Ylincës Mari, Shën Maria Madalena u vendos në Efes bashkë me Shën Joan Theologun, që dhe ai ishte në kujdestari të Vigjereshës Mari, sepse ju duhet të mbani mend që Zoti Krisht e vuri nënën e tij, të shenjtën Vigjereshën Mari, nën kujdestarin e Shën Joan Theologut. Por dhe një ndër ato që ishte bashkë me Vigjereshën Mari deri në fjetjen e saj dhe transferimin e saj në qiell, ishte dhe Shën Maria Madalena. Kështu që, siç edhe dëgjuam, mbas fjetjes së Ylincës, atëre Maria Madalena vazhdoi misionin e saj apostolik përtej Jeruzalemit, duke vajtur në Efes, që në atë kohë ishte një qytet shumë i madh dhe kishte një mision të madh apostolik. Shën Maria Madalenës i dedikohet tradita e vezës së kuqe, që ne të krishterët ortodoks e kemi shumë të përhapur dhe shumë simbolike gjatë gjithë kohës të periudhës paskale, duke filluar nga Pashka, nga ngjallja e Krishtit deri para analipsis ose ngritjes në qiell të Zotit. Dhe këtë simbol paskal, vezën e kuqe, ne ka sjellë, siç thash, Shën Maria Madalena. Tradita na thot që kur ajo shkoi në Rom tek perandori Tiber për të denoncuar vendimin e kundërligjshëm të Pontit Pilat, i cili e dinte se Krishti ishte pafajshëm, por e dorëzoi nga frika e judeve, se mos e akuzonin sikur ai ishte kundër perandorit të Romës, sepse juden thonin që ky e bën veten, pra e kishin për Krishtin, që ky e bën veten mbret dhe ne nuk njohim tjetër mbret përveç Cezarit. Atëre Pilati, kur pa se kjo situata politike mund t'i kushtonte pozicionin e tij si guvernator i Romës, bëri qefin judeve dhe çojnë në kryq, dhe kjo është puna juaj. Duke menduar se duke larë duart përpara izraelitëve ose asaj turme që kërkoni kryqëzimin e Krishtit, do ishte i pafajshëm. Jo, Pilati ishte fajtor, sepse Pilati, si pushtet politik i Romës, që mburresh me drejtësinë, po bënte aktin më të padrejtë, po kryqëzonte një njeri padrejtësisht. Dhe për këtë dim se Pilati u burgos dhe u vra në Rom. Por Shën Maria Madalena tregoi Cezar Tiberit se Krishti vdisi njeri në kryq, u varros, po u ngjall si perëndi njeri, dhe ajo ishte një dëshmimtare okulare, pra që kishte parë Krishtin e ngjallur në ditën e diel të Pashkës dhe kishte komunikuar me atë. Por dim se Cezar Tiberi, një pagan, ishte skeptik dhe nuk besonte në gjalljen e të vdekurve, dhe ai nënqeshi dhe i tha Maria Madalenës, është e pamundur që një njeri që vdiq dhe u varros të ngjallë vetveten. Në atë çast, na thot tradita, rastisi që kalonte aty pranë një skllave që mbante një shport me vezë, ose një traditë tjetër na thot që vetë Maria Madalena çoi një shport me vezë tek perandor Tiberi, dhe atëre perandori i tha Maria Magdalenës me ironi: nëse këto vezë të bardha bëhen të kuqe, atëre do besoj se Krishti që po flet u ngjall për së vdekush. Shën Maria Madalena i afrohet shportës me vezë, i prek ato në emër të Krishtit dhe ato me njerë bëhen të kuqe. Atëre ajo merr një vezë të kuqe dhe ja tregon Cezar Tiber, duke thënë: Tiber, Krishti u ngjall. Kjo pra është tradita që kemi neve, tradita paskale e vezës së kuqe, që kemi folur këtu dhe në emisione të tjera. Por të dashur të krishterë, duhet kemi kujdes, sepse personaliteti i Maria Madalena, personalitet i veçantë, i dallueshëm dhe nga gratë mirapruse, ajo bëri apostullim gjatë gjithë jetës saj dhe na thuhet që fjeti në paqe në Efes. Por personaliteti i saj është diskutuar shumë gjatë shumë kohërave dhe siç thash, bërë dhe një gabim i madh duke menduar atë si një nga prostitutat që vajti dhe Krishti e fali, ose që
vajti dhe puthi këmbët e Krishtit, ose i fshiu ato me gërsheta, ose hodhi miron te këmbët e tij. Jo, nuk ka qenë Maria Magdalena asnjë nga këto tre gra që na thot Ungjilli dhe tradita. Por Shën Maria Magdalena ka qenë një virgjëresh e cila ishte e pushtuar nga 7 demon dhe Zoti i liroi dhe ajo i përkushtoi gjithë jetën Krishtit, mësuesit të saj, Zotit dhe shpëtimtarit të saj. Por, të dashur të krishterë, djalli, babai i gënjeshtës, nuk ka arreshtur së goditur personalitetin e Shën Maria Magdalenës edhe në kohën e sotme, dhe duhet dini se ka dalë një libër, ka kohë që ka dalë, por vazhdon të jetë në qarkullim dhe ka njerëz që e lexojnë me këshëri, Kodi i Da Vincit nga Dan Brown, dhe ky është bërë edhe film nga regjizori Ron Howard. Ky libër është një libër eretik, po ashtu edhe filmi është një gënjeshtër dhe mashtrime djallëzore, dhe merr guximin, pra në këtë libër Dan Brown, që thotë që Maria Magdalena kishte lidhje intime me Zotin Isu Krisht dhe përpiqet t'i argumentojë me fakte sekrete të fshehura që janë 30 të mendjes së tij të sëmur, të demonizuar dhe vijnë nga burime apokrife, që do thotë nga jo të vërteta, që kishin templarët ose që i kanë përdorur në kohët e sotme edhe masonët, dhe vetë templarët ishin kalorës të kryqëzatave që në fillim ishin me bekimin e papës për shliruar tokën e shenjtë. Pasi këta shkuan në Jeruzalem për të shliruar tokën e shenjtë, morën pelegrin nga shumë vende të ndryshme të Evropës perëndimore dhe filluan të shkojnë në tokën e shenjtë. Por rreth vitit 1118, një kalorës francez i quajtur Juan themeloi një urdhër ushtarak të përkushtuar për mbrojtjen e pelegrinëve që shkonin për tokën e shenjtë. Dhe këta kalorës që mbronin pelegrinët quhet kalorësit templar, kalorësit e tempullit. Por në vitin 1129 ata morën një miratim formal të kishës katolike dhe rekrutuan shumë njerëz dhe bën një ushtri të madhe, sikur më parë, dhe po ashtu filluan të përdorin ato, si them, të gjithë autoritetin që kishin edhe nga papa, që të përfitonin nga tokat e pushtuara dhe nga pasuritë. Dhe kështu që ta templar patjetër që krijuan një organizat e cila u përa pasaj në të gjithë Evropën. Ata kishin një kod të rrept të sjelljes, të stilit dhe të nënshkrimit, të veshjes. Templarët themeluan kapitull të ri në të gjithë Evropën perëndimore. Ata zhvilluan një reputacion si luftar të ashpër gjatë kryqëzatave dhe të krijonin një rrjet bankash duke fituar të ardhurat të mëdha financiare. Ata devijuan nga detyra për cilën ishin krijuar në fillim, pra për të shliruar tokën e shenjtë, të pushtuar nga arabët, dhe u degeneruan në sekte të fsheta me dituri okulte gnostike. Për këtë arsye, ata u mallkuan nga Papa Klementi V dhe Kisha Katolike më 10 mars të vitit 1314 dha urdhër që udhëheqësin e tyre, por dhe librat e tyre të digjeshin në turën e druve dhe kështu të shkatroi gjithë ky, si them, ky sekt që pavarësisht se ishte një ushtri, por degeneroi në një sekt dhe të shkatroi gjithë ky grup i fshetë. Në shekullin e 18, dim se organizata të caktuara, veçanërisht frimasonët, ringjallën disa prej simboleve dhe traditave mesjetarëve të kalorësve templar. Po përsëri, shkrimtari antikrisht Brown i ka marrë këto 30 diabolike dhe i ka nxjerrë në sipërfaqe dhe i ka vendosur në atë librin që quhet Kodi i Da Vincit, dhe për këtë vepër antikrishte dhe të mallkuar nga vetë kisha romano-katolike, por dhe nga çdo kishë e krishterë, dhe aq më tepër është e mallkuar nga kisha ortodokse, sepse të gjitha ato çfarë ai tridhon në këtë libër Kodi i Da Vincit, gjoja për të gjetur misterin e lidhjes ndërmjet Maria Magdalenës dhe personit të Isu Krishtit, të gjitha këto janë 30, por që, siç thash, vijnë edhe nga ato shkrimet okulte, gnostike të templarëve. Shkaki i kësaj herezie në këtë libër është dhe piktura e Da Vincit, Darka e fundit,
ju e keni parasysh, ku paraqitet apostulli Joani si një femër që ka paraqit Leonardo da Vinci pranë Krishtit. Duhet dim se Da Vinci, një nga personalitetet e rilindjes të humanizmit, dihem se ai kishte mendime heretike të kulturës pagane helene dhe ka qenë indikuar nga herezit e templarëve. Madje thuhet që ai mund të ketë pasur edhe devijime seksuale. Pra, kjo është arsyeja se edhe Leonardo da Vinci e paraqet Shën Joani, i cili ishte një djalosh, e paraqet me karakterin e një femre, dhe këtu është bërë dhe spekulimi që ajo është Maria Maddalena shfaqur në krahun e Krishtit. Këtu pra ky Dan Brown pra ka stisur gjithë atë mashtrimin e tij diabolik për të treguar atë lidhje intime që siç tham asnjëherë nuk është e vërtet, por është një tridh që ja kalon edhe tridheve diabolike. Pra, duhet dim se ne nuk mund të mbështetemi për të ngritur një të vërtet në personin e Jezu Krishtit, duke u mbështetur në një pikturë që patjetër e ka bërë dikushi, siç është autori Leonardo da Vinci, por që ai nuk e ka qëndruar strikt të gjitha kanoneve të ikonografisë që ka pas dhe ka kisha apostolike, por ai ka bërë në atë lirinë e tij ashtu siç e ka menduar ai dhe ka futur idetë e tij që siç tham janë dhe të dyshimta në personin e Leonardo da Vinci. Prandaj nuk mund të marrim pikturën e Leonardo da Vinci dhe pastaj neve aty të ngrejmë gjithë atë idenë që e ngre dhe Dan Brown në librin Kodi da Vinci. Është për të përmendur se autori guxon me pafytyrësi të akuzojë Krishtin për lidhje mëkatare si një njeri i rëndom. Këtë nuk e guxuan as Kajfa dhe Ana, që ishin armiqt kryesor të Krishtit, të cilët nuk e kryqëzuan Krishtin për mëkate, aq për mëkate të moralit, por e kryqëzuan Krishtin si blasfemos. Ja çfarë na thotë në Ungjillin sipas Joanit. Krishti bën një pyetje armiqve të tij, pra tyre krerëve prifterive. Cili për jush më akuzon për mëkat? Dhe këtu bëhet fjalë edhe për mëkatet morale. Dhe ju duhet të përgjigjeni, nuk të qellojmë me gur për punë të mirë, por për blasfemi, se ndosë ai njeri e bën veten perëndi. Pra, shikoni se dhe armiqtë e përbetuar të Krishtit që e çuan atë në kryq, duke ndikuar tek Ponti Pilat, nuk kishin asnjë fakt dhe ta akuzonin Krishtin për një mëkat dhe për një fjalë të thënë ai gabim, por e akuzonin si blasfemus sepse ata nuk arrinin dot ta kuptonin se ai ishte vetë biri dhe fjala e Perëndis, i njëjtë me Perëndin, por i njëjtë edhe me ne njerëzit përveç mëkatit. Po pse guxon ky autor antikrisht modern në thonjza, sepse ky ka marrë gjëra të vjetëruara dhe na paraqet Zotin Jezu Krisht me pasione, aq më tepër me lidhje të fshehta dhe mëkatare. Përgjigjja është se brezi ku ne jemi është paralajmëruar nga vetë goja e pagabueshme e Zotit Krisht si brez i pabes dhe i moral. Që ky brez, për shkak të dhunës, kurveris, perversionit është ngjashëm me brezin e Noës dhe të Sodomës, tha vetë Zoti Jezu Krisht. Dhe ashtu si ndodhi në ditën e Noës, ashtu do të jetë dhe në ditën e Birit të Njeriut. Dhe erdhi përmbytja dhe i zhduku të gjithë, na thuhet tek Ungjilli sipas Lukait. Po ashtu ndodhi në kohën e Lotit, por ditën kur Loti doli nga Sodoma, razgjar dhe shufur, nga qielli i zhduku të gjithë. Kështu do të jetë dhe në atë ditë kur do të vi Biri i Njeriut, përse je kemi të Ungjilli sipas Lukait. Pra, Zoti Jezu Krisht na paralajmëron se një gjendja morale e njerëzimit pak paraardhjes së Krishtit do të jetë komplet e degeneruar, ashtu siç ka qenë në kohën e Noës, kur gjithë bota u mbush me dhunë dhe me degenerim dhe imoralitet dhe me marrëdhënie mëkatare, aq sa njerëzit si them kërkonin të ndryshonin edhe kodin e tyre gjenetik. Dhe kemi në atë kohë dhe gjigantët, pra doli krijesa nga gjithë parametrat që i kishte krijuar Zoti, po dim dhe në kohën e Lotit që ishte Sodoma dhe Gomora, dy qytete perverse ku homoseksualiteti dhe çdo deviacion seksual ishte i ligjëruar. Kështu do të jetë edhe pak paraardhjes së Birit të Njerit, pra ardhjes së dytë të Krishtit. Prandaj, nuk do të çuditemi që në këtë brez të pabez dhe imoral dhe pervers do dalin të tillë njerëz që të guxojnë publikisht dhe të shkruajnë dhe të botojnë libra të tillë ose të bëjnë filma të tillë me regji të tillë edhe ndaj personit të Zotit Jezu Krisht që nuk kanë guxuar
as armiqtë e tij edhe gjatë shekujve për të akuzuar për probleme morale. Por pse ndodh kjo? Sepse ky brez kërkon të përligjë dhunën dhe sidomos mëkatin e kurvërisë deri në perversion. Figura e tërshenjtë e Zotit tonë Jezu Krisht si Perëndi dhe njeri i përsosur, i verbon dhe i akuzon, siç na thot Ungjilli. Dhe ky është gjyqi, se drita erdhi në botë dhe njerëzit deshin më tepër errësirën, sepse punët e tyre ishin të liga, se kushdo që bën të këqija i ka mërit dritës dhe nuk vjen te drita që të mos zbulohen punët e tij. Kjo është arsyeja që këta njerëz e përbaltin dhe e shpërfytyrojnë sipas tyre edhe figurën e Zotit tonë Jezu Krisht dhe duan të krijojnë një Zot të tyre që përliq pasionet mëkatare dhe perverse, ashtu siç ishin zotat e grekëve, siç ishte Zeusi, një njeri mëkatar që vrau të atin dhe grekët pasaj e hynizuan dhe bën perëndit ose zotin e perëndive të Olimpit bashkë me perëndit e Olimpit që ishin perëndi me pasione, perversione, si them, degenerim moral. Dhe kështu grekët përligjin dhe gjitha degenerimet e tyre sepse kështu thon janë dhe perëndit. Këtë duan të bëjnë edhe këta mëkatar të sotëm. Pra, duan të përligjin degenerimin e tyre, perversionin e tyre, tradhtit e tyre bashkëtorë, kurvëritë e tyre dhe çdo gjë që po kalon çdo limit, duke goditur dhe personin e Zotit Jezu Krisht ose për të na dhënë një Zot në thonjza, siç ata dëshirojnë. Por vetë jeta që ata bënin dhe vazhdojnë të bëjnë është një akuzë që jo vetëm nuk janë të vërtet, po janë mashtrues të mashtruar dhe janë nën mallkimin e zëmërimit të Perëndisë. Ja çfarë thot Apostulli Pavli për të tillë njerëz. Dhe për gjithë ata që i besojnë atyre dhe i lexojnë librat e tyre, shikojnë filmat e tyre dhe i pranojnë. Sepse zëmërimi i Perëndisë zbulohet prej qiellit, mbi çdo pabesi e paullësi, të njerëzve që mbysin të vërtetën në padrejti, sepse ajo që mund të dihet për Perëndinë është bërë e dukshme në ta, sepse Perëndia u ka shfaqur atyre, sepse megjithse e njohin Perëndin, nuk e përlavdëruan as e falenderuan si Perëndi, përkundrazi, u bën pamend në arsyetimet e tyre, dhe zemra e tyre pa gjykim u errësua, duke deklaruar veten të urtë u bën të marr. Prandaj, dhe Perëndia i dorëzoi në papastërti të epsheve të zemrave të tyre, për të shndërruar trupat e tyre në mes të vetes së tyre që shndruan të vërtetën e Perëndisë në gënjeshtër dhe adhuruan dhe i shërbyen krijesën në vend të Krijuesit që është i bekuar për jetë. Amin. Prandaj, Perëndia i dorëzoi ata në pasione të tushme, sepse edhe femrat e tyre shndruan marrëdhënie natyrore në atë që është kundra natyrës, dhe në të njëjtën mënyrë burrat, duke lënë marrëdhëniet e ndryshme me gruan, u ndezën në epshet e tyre për njëri tjetrin duke kryer akte të pandershme, meshkuj me meshkuj, duke marrë në vetvete shpagimin e dur për daljen e tyre dhe meqense nuk e quajtën me vend të njohin Perëndin, Perëndia i dorëzoi në një mendje të çroditur për të bërë gjëra të pajishme, duke mbushur me çdo paullësi, kurvërim, likësi, lakmi, mbrapshti, smir, vrasje, grindje, marzi, poshtërsi, thashë edhe me gji, shpifës, armiq të Perëndisë, mendje mdhënj, burravec, trillus, të ligësh, ligësish, të pabindur ndaj prindërve, të pabes, pa dashuri të natyrshme, të papajtueshëm, të pamëshirshëm, dhe ndose e ka njohur dekretin e drejtë të Perëndisë, sipas të cilës ata që bëjnë gjëra të tilla meritojnë vdekjen, jo vetëm i bëjnë, po i meritojnë ato që i kryejnë. Pra, shikoni çfarë thot Apostulli Pavli. Dhe kjo përshtatet fort me brezin e sotëm dhe me gjithë ata, si ky Don Brau dhe të gjithë ata që kanë pranuar ato çfarë ka shkruar ligësia e tij dhe marrëzia e tij, të gjithë pra kanë këtë situatë, sepse ata nuk duan të njohin Perëndinë e vërtet, po duan Perëndinë e tyre, një Perëndi të rrem, por jeta e tyre është evoluosur me mallkim dhe kjo duket nga jeta e tyre morale, që jo vetëm bëjnë tradhira bashkëtorë, tradhojnë burrin dhe gruan, jo vetëm bëjnë marrëdhënie jashtëmartësore ose pakuror, por shkojnë deri në perversione dhe këto i përligjin si gjëra natyrale. Prandaj hiqni syt, veshët dhe duart nga tilla gjëra të neverishme. Mos ndoteni dhe të mos largohet hiri i pagëzimit. Sepse të dashur të krishterë, nëse ne pranojmë, t'i shikojmë, t'i lexojmë të tilla gjëra, patjetër që ne do të infektohemi. Dhe kjo është një tradhti që i bëhet personit të Zotit ton Jezu Krisht.
Dhe patjetër që duke mohuar Krishtin e vërtet ne do shkojmë tek antikrishti. Dhe çfarë na thot apostulli Pavli? Ardhja e tij Paulli do të bëhet sipas veprimit të Satanait, me çdo vepër e fuqi e shenjtë, e mrekulli të rreme, me çdo mashtrim e padrejti për ata që humbin, që nuk e pranuan dashurinë për të vërtetën që të shpëtohemi dhe mohuan Perëndin, Perëndia atyre do t'ju dërgojë veprim kobimi që t'i besojnë gënjeshtët dhe të gjykohen të gjithë ata që nuk u besuan të vërtetës, por përqyen pa drejtësinë. Pra, ata njerëz të cilët edhe pse të krishterë mund të thonë dhe janë dhe pranojnë të lexojnë të tilla gjëra ose t'i shikojnë, kur ato janë bërë filma, patjetër qofse do t'i bëjnë të tilla gjëra, fryma e antikrishtit ka hyrë brenda tyre dhe ka filluar rënja e tyre dhe janë, si them, afër humbjes së përjetshme. Thash që fatkeqësisht ka dhe të ashtuquajtur krishterë që kanë lexuar të tilla libra dhe asnjëherë në jetën e tyre nuk kanë lexuar një faqe të Ungjillit. Por kanë lexuar librin Kodi Da Vincit ose kanë parë filmin dhe ndoshta brenda mendjes tyre kanë filluar mendime blasfemose. Personalisht mua më kanë ardhur të tillë të krishterë, të cilët kanë lexuar dhe kanë pasur tundime, kanë pasur turbullime dhe kanë pasur nevojë për sqarim. Por të dashur të krishterë, do të dinë se kanonet kishtare ndalojnë çdo lloj leximi dhe përqasje ndaj këtyre gjërave të cilat nuk janë të vërteta. Shikoni çfarë thot kanoni 63, për sa i përket artimit të rrem të jetës së martirëve, të shenjtorëve që janë shkruar për të shndërruar martirët dhe sillin mosbesim nuk duhen lexuar, por të digjen në zjarr, ashtu ata që i njohin dhe i pranojnë, vazhdon na thot kanoni dhe më konkretisht këto vepra duhen anatemizuar, pra mallkuar. Ky është kanoni 63 i sinodit të 6 ekumenik që ndalon të krishterët, dhe flasim më konkretisht për ne të krishterë ortodoks, që nuk duhet lexojmë libra heretik ose libra që transformojnë jetët e shenjtorëve dhe të martirëve. Dhe këtu po flasim edhe për Shën Maria Magdalena dhe për personin e Zotit tonë Jezu Krisht, që jeta e tij na jepet tek ungjit, tek 4 ungjit. Ata të krishterë të cilët e kanë lexuar këtë libër ose kanë parë atë film dhe në një farë mënyrë janë infektuar dhe kanë marrë një ndikim diabolik, patjetër që duhet të shqetësohen, ata nuk duhet ta anashkalojnë këtë, por duhet të kërkojnë falje Zotit Jezu Krisht, të pendohen, të rrëfejnë mëkatin e tyre dhe të heqin nga shtëpitë e tyre, t'i djegin këto lloj libra, t'i hedhin në koshin e plerave dhe të ndikojnë jo vetëm në veten e tyre, por edhe të afërm e tyre dhe çdo njeri që shikon, lexon këtë libër ose shikon këtë film, duke thënë që kjo është një gënjeshtër e madhe, që si them as në mendjen e demonëve nuk ka kaluar. Pra të dashur të krishterë, me ndërmjetimet e grave mirapruese, Shën Maria Magdalenës, Shën Maria e Kleopës, Shën Joana, Shën Marta, Shën Maria, Shën Solomea, Suzana, gratë mirapruese, dhe me të gjithë shenjtorët me në krye apostujt dhe të shenjtë Vigjereshës Zonja Shën Mari, le t'i lutemi Zotit tonë Jezu Krisht, që të na mbushë me të vërtetën e tij, me shenjtërinë e tij, që neve të jetojmë me të vërtetën, të jetojmë me shenjtërinë e hirit të shpirtit të shenjtë dhe të jemi dëshmimtar të vërtet, jo vetëm tek vetja jonë, jo vetëm të afërm, por të çdo njeri që mund ta takojmë, çdo i afërm në jetën tonë dhe kështu të bëhemi dhe ne apostull të vërtetës me dashuri. Në këtë brez të pabez dhe imoral dhe mashtrues të mashtruar, siç një ndër ta është edhe Don Brown, edhe libri i tij Kodi i Da Vincit. Mendoj këtu ta mbyllim bisedën për sot. Përshëndesim përsëri njëri tjetrin me përshëndetjen paskale. Krishti u ngjall, vërtet u ngjall.